Sali Berisha pas rezultatit të dieshëm ka reaguar pas zgjedhjeve për kreun e PD-s nga ku ai garoi vetëm, teksa të besuarit e tij skualifikuan çdo kundërshtar nga gara. Berisha e ka cilësuar si një proces të rëndësishëm dhe të zhvilluar me pjesëmarrjen e antarësisë. Në postimin e tij, Berisha thotë se vota e rreth 40.000 demokratëve për zgjedhjen e drejtuesve të partisë tregon sipas tij forcën e demokracisë së brendshme dhe dallimin me mënyrën e organizimit të partive të tjera në vend. Në retorikën e tij për të bindur demokratët, Berisha nxjerr në pa qeverinë dhe mazhorancën si problem, duke i akuzuar për lidhje me krimin dhe për kontroll të medias. Ai e ka paraqitur procesin e zgjedhjes në PD si një formë të demokracisë direkte, ku antarët votojnë vetë për drejtuesit e tyre, duke konsideruar këtë një element të rëndësishëm të funksionimit të partisë. Deklarata e tij vjen në një kohë tensione shtëstisura politike mes opozitës dhe qeverisë, ndërsa të dyja palët vazhdojnë të bashkëpunojnë në prapasken, siç ishte rezoluta e integrimit. Berisha u rikonfirmua në krye të partisë me 37.341 vota pro. Ai mori 1.055 vota kundër dhe 506 abstenim. Procesi i votimit nisi në orën 8 dhe përfundoi në orën 19 këtë vit. Ndryshe nga proceset e fundit zgjedhore, votat u numëruan në përdeg dhe jo në selin qendrore. Komisioni i Organizimit dhe Kontrollit të Operacioneve Elektorale i tha jo kandidimit të mjekes Merem Mesela dhe kandidatit Vladimir Mulaj, me argumentin se nuk plotësonin kriterin e të qenit një figurë me profil shumë të lartë publik dhe politik, dhe se u mungon eksperjenca drejtuese elektorale në nivel kombëtar apo rajonal. Në shqyrtim nuk u mor as dokumentacioni, qoftë fizikisht apo përmes postës elektronike, për Evi Kokalarin, Alesia Balliun dhe Ervin Salianjin, me justifikimin se të tre janë vetë përjashtuar. Reagimi i plot. Miq, zgjedhja e kryetarëve të partive padyshim është një lajm dhe një ngjarje e rëndësishme, sipas peshës që ato kanë në jetën e vendit. Procedurat e zgjedhjes së kryetarëve variojnë. Disa zgjidhen me aklamacion, domethënë me duar trokitjen e delegatëve të kuvendit të pranishëm në sallë, ku paraqitet për miratim emri i kryetarit të partisë. Të tjerë zgjedhin ato në kuvendin e partisë me votim të fshehtë, me një apo disa kandidatura, dhe këta janë shumica, ndërsa të tjerë dhe këta janë pakica, kryetarin e partisë zgjedhin bazuar në demokracinë direkte, domethënë me votën e të gjithë antarësisë, pra një antar një vot dhe me një apo disa kandidatura. Kjo formë e fundit referendare ende është në pakicë në Europë dhe në botë, por demokracia direkte apo referendare konsiderohet procedura më demokratike, ndaj dhe është në rritje. Kjo është e vërtet kudo në botë, por jo në diktatura. Në diktatura totalitare apo autoritare, kryetari është zeusi, e për zeusi nuk votohet, dhe kjo ndodh edhe në Shqipëri me partinë Krim. Në Shqipëri janë dy parti të mëdha, Partia Demokratike i zgjedh drejtuesit bazuar në demokracinë direkte dhe voton me parimin një antar një vot në çdo proces zgjedhor, kurse PS-ja apo Partia e Krimit ka zëvendësuar votën e antarëve me emrimin dhe fuqinë e Krimit. Kjo parti prej 17 vitesh nuk voton kurrë për kryetarin dhe për asnjë forum tjetër të saj, kurse PD-ja çdo 4 vite zgjedh kryetarin dhe drejtuesit vendore e kandidaturat për deputet bazuar në demokracinë direkte, referendum, por tipike si në një diktaturë autoritare. Prej 3 muajsh në një aleancë të zezë, kreu i Meduzës Edi Rama, narko-qeveritarët, mafia e mediave të kontrolluara nga narkoqeveria dhe kartelet e drogës i kanë kushtuar mira lajme, me rekord deri në 16 të tilla në 4 orë, dhe qindra artikuj në portalet dhe gazetat e tyre, e qindra debate në studiot e tyre, sulmit ndaj PD-s dhe zgjedhjes së kryetarit të saj me referendum apo demokraci direkte. Ata u fokusuan në gjetjen dhe mbështetjen e kandidatëve të botës së krimit, karteleve të drogës, ergysa gazve, Oltion Bistrave, apo në mbështetjen si kandidat të përdorurve politik, të cilët pasi kalojnë në parti të tjera, urdhërohen që duhet të kandidojnë për kryetar të PD-s. Madje u jepen tituj ofiqe që kurrë nuk i kanë pasur, të gjitha këto për 3 arsye. Së pari sepse për narkomafian shtetërore dhe mafian e mediave që ajo kontrollon, tmerri i tyre është opozita e vërtet, pasi është ajo dhe vetëm ajo që mund të lëkundë të përmbys pushtetin e tyre të krimit, të pres favoret dhe paratë e vjedhura të qytetarëve, të cilat i shndërrojnë në mashtrime, trillime e manipulime për qytetarët dhe në lukse vila për veten dhe familjet e tyre. Së dyti, duke lënë më njan modestin, Edi Rama, narkomafia qeveritare dhe mafia e mediave që ai kontrollon, dëshmuan frikën dhe tmerrin e tyre nga Sali Berisha. Ata e din mirë se cila është zero toleranca e tij ndaj krimit, e din mirë se mafia nuk do të gjejë vrimiu në Shqipëri dhe në botë ku të futet për krimet e veta. Së treti, ata duke shkatruar kontratën themelore të njeriut me shoqërinë, që është ajo e fjalës me kuptimin e saj, përpiqen 24 orë në ditë e 7 ditë në javë të mashtrojnë dhe të bindin me çdo kush shqiptarët se problemi madhor i tyre nuk është farsa elektorale, nuk është vjedhja e miliarda eurove, nuk është plaçkitja e pasurive publike si në një sistem kolonial, dhe nuk është shpërngulja nga varfëria e mjerimi i shqiptarëve në vendin e tyre. Nuk janë më çmimet ndër më të lartat në Europë dhe rrogat më të ulta. Nuk janë Edi Rama, Lubia dhe lindat e tij që kanë vjedhur miliarda, dhe nuk qen ka përjashtimi i votës prej 17 vitesh në partinë e krimit. Por sipas këtyre mafiozëve, kollajnxhinëve e mjeranëve të së keqes banale, që në funksion të saj korruptojnë edhe gjuhën, shkatrojnë raportin e fjalës me kuptimin e saj, demokracia direkte dhe zgjedhja me një antar një votë e kryetarit të partisë, në qen ka antidemokratike dhe problemi madhor i qytetarëve. Për këta të pafytyr, vota referendare
referendare e të gjithë anëtarësisë për kryetarin e partisë opozitare është privatizimi i partisë nga kryetari, apo në rastin konkret, Berisha zgjedh Berishën. Jap se për Edi Ramën dhe të gjithë këto hordhi puthadorësh e mafiozësh që gromsin dhe zhgërrejnë në luksin dhe parat që u vjedhin shqiptarëve, vota e rreth 40.000 demokratëve dje ishte një tmerr dhe ferri vërtet, ishte dështim dhe turprim publik, por ata turp nuk kanë. Kurse për shqiptarët, ajo ishte vota e triumfit të dinjitetit të tyre mbi mafian më të rrezikshme të Europës.